Vetëm pak orë para gjysmëfinales së madhe, kurioziteti se kush do të jenë dy finalistët e tjerë, mes Danjës, Eglit, Gertës, Gjestit, Jozit dhe Loredanës është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se cilin nga banorët shihnin në finale dhe përqindjen më të lartë të padiskutuar e ka Gjesti me 74% të votave, më pas Egli me 14%. E ndjekur nga Gerta me 10%, Loredana me 2%, Daja me 1% dhe në fund Jozi me 0% të votave për finalist. Edhe pse rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, si Egli ashtu edhe Gjesti nuk e kanë humbur renditjen e tyre për finalist. Por pavarësisht këtyre rezultateve, ata që do të shkojnë në finale janë Gjesti dhe Gerta, pasi është produksioni ai që vendos, ashtu siç ndodhi me Rozanën dhe Laertin. Kujtojmë se ndryshe nga zgjedhja e dy finalistëve të parë, të cilët u përzgjodhen nga vetë banorët, për dy finalistët e tjerë vëllai i madh ka hapur një televotim për të 6 banorët e mbetur, me shkrimin zgjidhni finalistët. Po ju, kush mendoni se meriton finalen?